Ky emision mundësohet nga Telkos. Përshëndetje nga kjo studio e një natë, ju themi edhe sonte, gjithë juve miq të televizionit TV1 që çdo herë jeni para ekranit e po shoqëroni bashkë me neve, natë gjatë do të jetë edhe sonte me gjithçka që veç kemi përgatit, materialin për mëtëria të fundit nga showbizi vendor dhe jo vetëm, se dhe pjesa intervistës qendrore me mysafirin në studio që do zbulojmë fare pas pak se kemi të ftuar. Por para se të ndjekim edhe performancën e parë për sonte, një falënderim për partnerin tonë që është pjesë e pandashme e këtij formati është Telkos, internetin më të mirë dhe më të shpejt në vend, dashni në lidhje të parë. Këto momente nuk na mbetet gjë tjetër veç se krejt vëmendja tek performanca e parë për sonte. Shpirto eja pak më pushohmoj në krahror zgjat ma t'voglën do po më mero si kur vala jetën time ty ta fala krejt rinin ma shkurto vetmin ty ta fala krejt rinin, ma shkurto vetmin. Letë qeshin syte tu, ajo ftyrë që shumë me du, që shumë me t'voglën goj, me ty jeta letë më shkoj. Letë qeshin syte tu, ajo ftyrë që shumë me që shumoj me t'voglën goj, me ty jeta letë më shkoj. Je vogël për me rak, eja shpirto, eja pak, më pushohmoj në krahror, zgjat ma t'voglën dor. Po më mero si kur vala, jetën time ty ta fala gjithë rinin ma shkurto vetmin ty ta fala krejt rinin ma shkurto vetmin letë qeshin syte tu ajo ftyrë që shumë me du që shumoj me t'voglën goj, me ty jeta letë më shkoj. Letë qeshin syte tu, ajo ftyrë që shumë me du, që shumoj me t'voglën goj, me ty jeta letë më shkoj. Pas kësaj performance është koha që më ndjek edhe materialin e parë për mi kuptu materialet e fundit nga showbizi vendor dhe jo vetëm. Vesa tregon transformimin pas lindjes. Në muajin dhjetor, Vesa dhe partneri i saj futbollisti Milindaku u bën prindër për herë të parë të një vajze, e cila quhet Miresa. Së fundmi, Vesa ka ndarë me djegësit e saj rrugtimin e saj të humbjes së peshës pas shtatzanisë. Pasi publikoi një foto para pasqyrës ku duket në formë shumë të mirë, Vesa tregoi se në fillim mori mjaft komente kritike. Ndërsa tani shumë njerëz po e pyesin për mënyrën se si arriti këtë ndryshim. Ajo theksoi se nuk ka ndjekur dieta ekstreme, por ka bërë disa ndryshime në ushqim për shkak të intolerancës, duke larguar nga menyja glutenin dhe laktozën. Gjithashtu ka shmangur brumrat, ëmbëlsirat dhe pijet me gaz. Ajo zbuloi se një ndër faktorët më të rëndësishëm në këtë proces është pushimi. Sipas saj, gjumi ka ndikuar shumë, pasi ajo përpiqet të flejë sa herë që fle dhe vajza e saj.
Propozimi romantik për Diolën. Biznesmeni Erol Belegu i ka bërë një surprizë të veçantë partnerës së tij, Diola Dosti, gjatë festës së ditëlindjes së tij të 60 në Teksas. Në një atmosferë romantike të shoqëruar me muzikë live, ai ul në gjunjë dhe i kërkoi dorën për martesë. Momenti u bë dhe më emocionues kur Diola pranoi propozimin. Ajo e ndau këtë çast me publikun duke i shkruar se i tha po dhe duke e përshkruar partnerin si dritën e shpirtit të saj. Çifti mori shumë urime për hapin e ri në lidhjen e tyre. Thirrje për pajtim mes Gjestit dhe Onima. Këngëtari Labino Tahiri ka reaguar pas përplasjes së fundit mes artistit Gjesti dhe pronarit të kompanisë muzikore Erkant Shabani. Përmes një deklarate publike, ajo bëri thirrje palëve që të qetësojnë situatën dhe të gjejnë një zgjidhje pa e përshkallëzuar konfliktin. Tahiri theksoi se me Shabanin ka bashkëpunuar për shumë vite dhe kanë realizuar projekte të shumta muzikore së bashku. Ndërsa për Gjestin tha se njeh kryesisht nga paraqitja e tij në Big Brother VIP Kosova, por nuk ka njohje personale. Ai gjithashtu bëri apel artistëve dhe figurave publike që të mos e rëndojnë më tej situatën me komente të nxituara. Sipas tij, konflikte të tilla mund të ndodhin, por më e rëndësishme është që palët të gjejnë mirëkuptim dhe të arrijnë një pajtim. Tajna dhe reagimi për Gjestin. Shpesh publiku sheh vetëm reagimin e një artisti, por rrallë herë kupton çfarë qëndron pas tij. Kur mundi, koha dhe përkushtimi nuk marrin vlerësim që meritojnë, është normale që emocioni të shpërthejë. Artistët jetojnë për krijimet e tyre dhe kanë të drejtë të kërkojnë respektin për punën që bëjnë. Në momente të tilla, mbështetja dhe mirëkuptimi i kolegëve bëhet edhe më i rëndësishëm. E ky ishte edhe reagimi i reperës së njohur Tajna, e cila del në mbrojtje për artistin Gjesti. Aktori i njohur Vedat Bajrami ka ndarë një mesazh të veçantë nga Meka për të gjithë ndjekësit e tij. Nga një prej vendeve më të shenjta për besimtarët musliman, ai uroi paqe, mirësi dhe begati për familjet e të gjithëve. Në fjalët e tij, Bajrami shprehu dëshirën që çdo shtëpi të jetë mbushur me lumturi, shëndet dhe harmoni, ndërsa lutjet e bëra në këtë vend të shenjtë të pranohen. Labino Tahiri dhe kënga Zemra e Re. Pasi honës që mori kënga Zemra e Re në publik, këngëtari Labino Tahiri ka reaguar me një mesazh mirënjohje për Elionën dhe kushtrimin. Përmes një postimi në rrjetet sociale, ai tregoi se projekti ishte realizuar vite më parë, me tekst të Ilir Beranit, por pa videoklip zyrtar. Megjithatë, fati deshti që kënga të marrë një jetë të re dhe të bëhet shumë e dëgjuar nga publiku. Tahiri e cilësoi këtë sukses të papritur si një bekim dhe falenderoi të gjithë ata që përkrahën këngën dhe rikthyen në qendër të vëmendjes. Jemi pra bashkë në studio shkoa që me realizu edhe intervistën qëndrore, se çdo të hënë tjetër kam kënaqësi me pas një mysafire që publiku e njeh për elegancën, për bukurinë edhe për paraqitjet e saj autentike. Do të flasim gjëra gjatë, është e shmes, komentohet çdo herë në përmedje për paraqitjet e saj, por dhe copsat bukura të rrugtimit të Elonës do t'i diskutojmë sot bashkë në emisionin Një Natë. Elona, kënaqësi e madhe. Faleminderit shumë që i the po ftesës. Faleminderit ty për ftesën. Faleminderit shumë. Ç'është kemi fillimisht po du me ditë që shemë shëndetit, sepse kur ndalim në ndu, jeta dinamike, punë sa dush, Elonën kur e shohim në rrjetet sociale, e dim çdo herë aktive me bizneset e saj dhe jo vetëm, por sa gjen kohë Elona për veten edhe si është ka pjesa e shëndetit? Që është e vërteta kam prioritet shëndetin. Puna është shumë e rëndësishme, por pjesa e shëndetit për mua është më e rëndësishmja. Sidomos kohën e fundit, 2-3 vitet e fundit, se di pse unë diva sikur i kam bërë të vjet, tani dura më kujdes më shumë të pjesa vitaminave, të pjesa me përgjithësi të pjesa ushqimit, tani jam shumë e kënaqur në këtë aspekt, po duhet përkujdesem patjetër. A jeni më shumë tip kështu i mëngjesit a i mbrëmje, tregon pak? Gjithmonë i mëngjesit. Unë s'ka lidhje se kam me fjet vonë, gjithmonë kam udhëzuar shumë herët e kemi këtë në familje. Sa ora sa më zotë Elona? Se di 7 zakonisht në herë ku du me apo vetës shefe rri deri në 8, po kaq, me thënë drejtën edhe s'më duhet më shumë. Me shumë energji. Elona, thash edhe në fillim të emisionit,
gjëra të bukura dhe të sobza të rrugtimit tënd, do i flasim edhe sonte bashkë në emisionin Një Natë, po tek e nisim emisionin dhe përfundojna me muzikë sepse kemi qëndresën këtu që na shoqëron çdo herë. Unë them që muzika, kënga është shoqëruesi më i mirë i gjitha kohërave. Kështu që du me ditë si ke raportet me muzikën. Dëgjon, çka dëgjon më shumë? Ke ndonjë artist favorit, për shembull sot që erdhe deri këtu në studiot e TV-nishit, tregom çka dëgjove. Tani isha me babin, ne kemi ardhur nga Gjakova, ka qenë një rrugë shumë e gjatë. Okej. Por jo, zakonisht në makinë mundohem, nëse jam e dikon mundohem me bashkëbisedu, ama po, muzika është pjesë e rëndësishme e jetës time, që ndëgjoj. Me thënë të drejtën, në kohën e fundit kam dëgjuar shumë pak shqip. Pse më Elona? Se di, ose nëse kam dëgjuar shqip, kam dëgjuar muzikat që kanë qenë më herët. Më të vjetra, po. Po, më të vjetra. Më dëgjoj goxha shumë frangëzisht, dëgjoj base anglisht, por që se di, më pëlqen edhe këngë Brazilian funk, këto. Varet si jam në... Artist kosovar ose shqiptar në përgjithësi nuk ka lidhje nga Kosova, po nga Shqipëria. Që më pëlqen. Po, hajde tregom pak. Më pëlqen shumë pintat, ndëgjoj goxha shpesh pintat. Po, do doja këta, mbase do kishim e qenë të favoritat e mi, se gjithmonë i kam kështu në listë priority. Kam e vendosur këta, më ndej tjerë të vinë. Elona, ç'është është një ditë kështu ideale për ty? Tha që ke dëshirë pa më parasysh nëse mbet shumë vonë, e ke dëshirë me u zgju herët. Çka nuk ke dëshirë me dalë rrugës që me ta prish disponimin brenda një dite? Ditë perfekte për ty çka është? Ditë perfekte, A ke dëshirë natyrshëm apo me i planifiku krejt gjërat? Të dim ç'është Elona. Si jam person që i planifikoj shumë gjërat, brenda ditës i bëj shumë sende. Se ditë, mu më pëlqen kjo me jetën në Kosovë, se shumë sende mundesh mi bë brenda ditës. Nëse do më shku te mjeku, bën rezervimin brenda ditës edhe e gjitha funksionon. Se njerëzit janë më të prirur për mi bë sendet kështu në Kosovë. Nëse jeton jashtë, duhet me patjetër me funksionu ma ndryshe. Patjetër pjesa punës, orari punës e merr këtë kohën e vet, mundohem mëngjesin pakës me marr për vete, mëngjesin ushqimin, pjesën e fitnessit ose pilates, por që e kam të rëndësishme që edhe pjesa punës, nëse nuk shkoj në punë, nuk ndihem që kam bërë diçka. S'ka lidhje që kam bërë diçka tjetër. Basi shumë të rëndësishme, po e kam të rëndësishme biles me bëni check-in në punë, me shiku çka ka pas, klienta që ka qenë brenda ditës, dhe një edhe me biznesin e ri, po duhet më shumë punë, më shumë përkushtim. Merr energji pak më shumë. Elona, sa pari me bu këtë pjesën e menaxhimit, edhe të kohës, edhe të punës, edhe të stresit besa, sepse nuk është as pak e lehtë. Ç'është e vërtetë, kam goxha shumë ndihmë për familjes. Në çdo send, ma bëjnë shumë të lehtë. Sa me fat me Elona. Jo, vërtet. Ama po, të merr kohë, gjej vetë nga njerë shumë vonë, po nuk e kam me pritesë, kam me shumë qef, më jep shumë pozitivitet, kur e di që pjesa, sa bukur që foto, ku e kam familje në afër, puna që ka shkojnë mirë, që ajo edhe më bën me jep më dëshirë, shumë. Elona, bën me shumë pasion edhe e dan. Çdo herë them edhe me personazhe që i kemi këtu të ftuar në studio, kur i ke njerëzit këtu afër vetës edhe bën punën me shumë dëshirë, pasion, nuk është edhe lodhja pastaj aty. Ose edhe nëse është lodhja, nuk e ndjen atë shumë sa dashnia që vetë që ke për punën. Nuk shumë duket duhet të qenë nxehtë. Nëse bën një profesion kur e don, gjithçka është më e lehtë. Unë kam shumë qef. Qa po bëj tani, e kam pas estetikën, e kam tani ka më shumë se 5 vjetë, 6 vjetë realisht. Te pjesa e fashion jam kanë të punu që një kohë, por që jo për publikun. Kam qenë të punu për vetën, në fustanat, kam përfundu disa kurse dhe shkollat që janë në këtë drejtim, se doja jo me ndru tamam profesion, po e dija që mund e me gjithë vetën në këtë drejtim, ose kam pa një hapësirë që mbase shia jeme nuk e kam gjetë mas shumë të shihen time në veshët që kanë qenë këtu deri me tani. Kështu që thash, okej, po e shfrytëzoj këtë hapësirë që e guximshme Elona kështu me bo hapa të mëdhenj, po them, ose me rreziku një farë forme, sepse duhet me pas më shumë njerëz të tillë që po me pas edhe hapa të mëdhenj që ndoshta edhe mund të mos ketë sukses aty, por prap paktën ke provu. Diçka dhe e ke bo me shumë qejf. Këtë pjesën e guximit e ke me shumë prej mamit apo prej babit? E kam prej babit, 100%. Edhe mami është
i merr sendet me shumë pozitivitet, me dashni, por që babi ka qenë shumë i guxim, shumë mendoj që e ka marrë gjithmonë prej ti. Po kritikues, cili më shumë, më gjas nanat, që di me të kritiku kështu? Me të thonë drejtën, se di nuk e kam shumë. Unë jam self kritikuese vetë. Kjo është edhe ma vështirë. Po, është e vështirë, po nëse sendet nuk po më shkojnë mirë, unë ma shumë ja bëj vetës të vështirë se sa ma bën dikush tjetër në rreth apo në familje, prandaj se kanë të nevojshme, se kam me patjetër, kjo është pakës edhe se di defekt që kam pas gjithmonë, që më duhet me patjetër këtë sendet me shku mirë, nëse nuk shkojnë mirë, se s'ka me qenë e knaqër. Bësh pak nervoz. Thjesht kjo edhe më motivon që me mujtë me punu edhe më shumë, se nuk mjaftohem me pak. Më duhet çka do që bëj, e di që mund me bë më mirë. Edhe kur e din që ki mundësi me bë më mirë, atëherë më duket pak gjunaf, nëse e shef që ki potencial që me bë më shumë, atëherë pse jo? Edhe një tip kërkues, kërkoni çdo pak më shumë të vetë. Jam duket që kjo është lufta më e madhe që njerëzit e kanë me veten. Elona, po duhet të kthy bajagin kohë. Kur po them kohë, kjo Elona që është sot këtu përballë meje, me kujtu Elonën e vogël. Shumë ndryshe prej tash kur ndalesh me mendu krejt këto mendime që i ke, pikuria jote, ndër vite, përvojat e jetës, përballjet, intrigat, vështirësitë, momentet e bukura, dhimbja, gjithçka e kanë kriju Elonën që është sot. Kjo me të mirat edhe me këtë ngjyrat e saj. Po du me ditë, shumë ndryshe prej Elonës vogël? Tani, unë jam aty ku Elona vogël do kishte qef me kohën, jam shumë e lumtur për këtë, jo vërtet. Mundohem her pas here mu kthy në kohë, edhe unë gjithmonë mbaj para vetës, e kam një table board me dëshirat, me sendet që kam i bërë, me lutjet, me sendet që jam falëndëruese, mbaj familje, mbaj çka do që unë jam falëndëruese, mbaj çdo ditë të zona, e kam table board për para, por që i kam 2-3 fotot të Elonës të vogël, se çka do që e bëj për Elonën e vogël. Profesionet që i kam zgjedh në bazë të kërkesave që i ka pas Elona e vogël, apo dëshirave që i ka pas Elona e vogël. Kanë qenë ëndrat e Elonës vogël? Vërtet po, edhe kam ndjek. Nga njerë nuk e di si kanë ardhur, si ka ardhur si natyrë shumë, ama është bërë si përfundim. Mundem me thonë që kam pas përkrajën e familjes kogja shumë, ama s'ka qenë gjithmonë ma lehta. Fillimi s'ka qenë i lehtë. Më zhash kogja shumë, ashtu se thash, luft me vetën, pasi që e kam këtë kërkesën, çka do që bëj nuk është mjaftueshëm. Kam përmend e di edhe më herët, kam pas një periudhë kur kam pas 18-19 vjet, një periudhë jo më të mirën. Mendoj periudhat kur je ti keq edhe je për tokë të mësojnë ty mas shumë ti. Sa mirë që flet hapta Zelon për këtë pjesë. Edhe kur qenë me veten edhe i qet në pa gjitha ato gjëra, është lehtë edhe më u përball pastaj edhe me pasojat edhe me këtë ato të lashe. Të mëson kogja shumë që çka do që vjen mbrapa ti thut, kam provu me pjesën më të keq ose me qenë për tokë, çka më ndodh nëse ndodh përsëri. Mundohem mbase kjo më ka ndihmuar që me rreziku më shumë ose me rreziku s'është fjala duar, po thjesht me provu më shumë. E di me punu më shumë në sendet që i kam qef, por që gjithmonë si rrjedhoj e dëshirave që i kam pas kur kam qenë më re. Me ëndra plot. Fëmijëri e lumtur mbi gjitha, Elona në çfarë thona, është rrit familje të madhe, e përgdhelur e shtëpisë? Po, unë kam qenë më vogla ndër 4 fëmijë, jemi rrit në familje të madhe. Shumë më pëlqen fotot që i keni zgjedh. Bukur, kam qenë e lumtur, kam pas diferencë të madhe kam me motrat dhe me vllaun. Patjetër që kam qenë më përgdhelur, sidomos ja kam shumë, po jam falëndëruese që kam pas mundësi për më rrit me gjyshrit. Më mungojnë shumë, por nëse do kisha kujtu ndaj pjesë të asaj kohe, gjithmonë e kam pas një karakter që më shiku përpara. Jam falëndëruese për momentin por e kam këtë që me shiku përpara, gjithmonë e kam pas këtë dëshirën që kam me bë kur të rritem ose që kam muj me bë nesër. Këtë pas më duhet me punu më shumë në këtë Ti pa gjithmonë me larg jo vetëm gjërat. Ke menduar ndoshta plot herë që duke qenë kaq edhe optimiste, edhe kaq kërkuese, nganjëherë harrojmë edhe me shiu duket të gjërat e momentit, a? Ta kanë thënë njerëzit plot herë, sepse kur je çdo herë në kërkim të tutje, çka do të pret edhe çka ke dëshirë me punu, harron me shiu momentin. Tani, unë mundohem ja bë qefin vetës, është e vërteta. Mundohem me shiu sa të mundem, por që e kam gjithmonë. Nëse nuk kam diçka në listë, mundohem me gjetë me patjetër diçka me bë. Se kam
në karakter e kam që nëse rri për shumë kohë mbyllur ose nëse rri për shumë kohë veç të bë kur gjë, mu më mbyt ajo, edhe më duhet gjithmonë me gjetë një diçka. Adrenalinë edhe me punu. Po, më duhet me gjetë diçka, tani më kanë ndihmuar te pjesa punës, se gjithmonë po shoh çka mundemi me përmirësu te pjesa estetikës, çka aparatura me sjell, si mundemi me bëj që klientat me qenë më shumë të kënaqur tani te pjesa e biznesit të ri, që quhet rroza me fustana celem, edhe tek nisa, apo të gjitha gjërat që i kam bërë, gjithmonë kam shikuar çka mundem me bë më mirë, çka mundem me bë më shumë. Elona, nëse sot do të kishe përballë Elonën 14 vjeçare, atëherë ndoshta edhe nisi gjithçka shumë e re në moshë, çka do t'i thoshe? Me gjas shumë këshilla, shumë kritika, apo e kishe lënë me ndodh ashtu qysh ka ndodhur krejt rrugtimi i Elonës ndër vite, apo me të vërtet do i thoje diçka ndryshe? Sot i shoh gjërat më të vërtet prej një këndi krejt tjetër, ndoshta s'ke qenë e fortë emocionalisht në aspektet ndryshme, ke pasur të dyshime të tua dhe në vete edhe tek të tjerët, me plot mendime, ndoshta njerëz që ndoshta nuk e kanë besu Elonën që mundet me arrit deri diku, po ja ku është sot. Tregom, çka do i thoje? Të them të drejtën, çdo sen që kisha bë, që e kam bë, kisha bë prapë njësoj. Mbas të kisha dhënë këshilla ty këtu, por që në përgjithësi për faktin që kam pas familje në afër, kam pas motrat edhe e kam pas këtë lidhshmërinë që çdo sen që veç mendja me më thonë, e kam pas mundësinë me bisedu se e kam ditë që kam i pas gjithmonë afër. Kjo më ka ndihmuar goxha shumë, edhe nëse më ka shku ndërmend nëherë qa po di, me bë diçka që s'ka qenë mas shumë të korrekt, e kam ditë që në fund të fundit kam i tregu mamit, ose kam e bisedu me motrat, edhe jam mundu gjithmonë me qenë sa ma shumë perfekt, sa që ka ndiku me kriju këtë karakteri, që me qenë gjithmonë sa ma shumë kërkuese, me qenë perfekte, me pasendet në rregull. Ama Elona 14 vjeçare, e vërtet ka qenë që ka fillu në atë periudhë gjithçka. Patjetër mendoj se si femra, sidomos në komunitetin tonë, në vendin tonë, ndikon pak se në fillim s'ki me pas mas shumë të mbështetje, dhe njëherë pare se me tregu ti që mundesh mi adal, duhesh me tregu që vlen për dashurinë, për personin që je. Po, për personin që je, për njerëzit që i ki në rreth, mandej të pjesa e suksesit, çka do që mundesh me bë, kam përshtypjen për femrat të shpagës më vështirë. Shumë mirë që përmendë, sepse kemi me diskutu, por a ka bërë Elona sakrificë gjatë kësaj periudhe krejt të angazhimit tënd për bukurinë, po them kështu, ka bërë ndonjë sakrificë personale për me ndjek ëndrat e saj që publiku nuk e din? Varet çka qunë sakrificë. Hajde, në të tuaj çka po din mendje. Me gjatë ke bërë diçka, sepse pajden ana është diçka të jetës tënde personale, është pa mundur ndoshta mi arrit gjitha, nganjëherë dikush edhe ja arrin, po se di as vetë se si. Po, çdo ditë mundet me qenë sakrificë, mbase, çdo ditë mundet me qenë lifestyle-i, pasi që unë tani për momentin mendoj që jam ende re, sapo i bona 26 vjet, por që kam prioritetet tjera, që me qenë unë e arritur aq sa do doja me qenë para se me fillu pjesën tjetër, me kriju familje, e kam shumë të rëndësishme, base për dikon mundet me qenë sakrificë. Kjo ka qenë sakrifica ime. Po, edhe është sakrificë. Po, më duhet që me qenë me vetën e kënaqur, që pastaj me vazhdu me me vazhdu me familje, me kriju familje, dhe gjë është me rëndësishme pa dyshim dhe për juve, po besoj. Mendon shpeshherë Elona që njerëzit ndoshta kanë frikë që me njoft Elonën, kanë frikë, po them kushtimisht në thonjza, duke pas parasysh që është ambicioze, karrieriste, i ka bërë gjitha vetë, e pavarur. Mendon që njerëzit hezitojnë, djemtë hezitojnë me afru Elonës? Mbase, po kjo më shion të vërtetën, por që e kam shumë të rëndësishme, unë, sidomos me persona që i kam në rreth, unë shoh potencial, mundohem me pa potencial, mendoj se secili njeri ka një talent, thjesht mbase se ka gjetë ende, ose cili njeri është ka ardhur për një send, qoftë me kriju familje, qoftë me mbrit diçka, qoftë me pasë suksese shumë të mëdha, po janë nga njëherë njerëzit nuk e shohin, njerëzit që i kam në rreth, unë nga njerë mundem me qenë edhe e teprume, se kam me patjetër me tregu që ti mundesh ma shumë se kaq, e di
ky është karakteri jam, ashtu si thash, por që njerëzit në përgjithësi që i kam rreth mundohem gjithmonë me kërku më shumë. Ashtu si thash, që jam kërkuese edhe për veten, jam kërkuese edhe te partneri, me patjetër. Më duhet me qenë dikush si vetja ime. A është e gatshme njëherë Elona apo ka ambicie të tjera? Tani, se di. Kam ende gjëra, kam ende punë, kam ende dëshira që po du me plotësu. Për momentin familja ime është familja që kam tani, prindrit, motra, vllau, familja nipat e mbesat, por patjetër nëse është e shkruar edhe Pse jo? Pse jo? Okay. Elona, shpesh diskutojmë edhe pjesën e vëmendjes, famës që arrihet shumë shpejt te dikush edhe shumë ngadalë po e qëndrueshme. Po du me ditë, e ka darë gjithmonë Elona si fëmijë famën dhe vëmendjen apo ka ardhur natyrshëm? Fama dhe vëmendja kanë ardhur tek Elona, jo pse Elona ka qenë gjithçysh patjetër këmbgulse që me dashur atë vëmendjen, atë spotlightin. Po, unë se kam të rëndësishme famën sa kam të rëndësishme suksesin. Jam e lumtur për një sen që njerëzit e njohin më shumë suksesin se sa veç për famë. Mendoj që famë është shumë e lehtë tani me bë. E kam pas të rëndësishme që ashtu se e them, me bë gjërat me temel, me bë ngadalë. Avash, sigurt. Nuk më bën më të suksesshme për faktin që unë kam gjetë karrierën që me qenë edhe bazë me rrjetet sociale, ose tek misi, ose si modele, ma suksesshme se sa dikush që ka gjithë me qenë larg kamerave. Mu më vjen natyrshëm që është e vërteta, prandaj nuk e kam problem, por që do kisha me thonë s'ka qenë asë njëherë për famën, sa ka qenë për suksesin edhe për me fulfill my dreams, dëshirat e mia me plotësu, ato që i kam pas gjithmonë dëshirë me bërë. Po, ka qenë e gatshme Elona me u ballafaque edhe me ato çka i sjell fama, me të mirat edhe me të këqijat, bajagi përgatitje emocionale, psiqike, mi marrë gjitha me vete. U ballafaqove lehtë me këtë ato që t'i sjelli vëmendja? Tani, pse di sa çfarë çon famë. Ndoshta më mirë me thonë jape hajrin apo jape sherrin? Po për faktin që njerëzit më njohin për profesionin edhe për punën, mendoj që ja kam pa hajrin. Në përgjithësi më ndihmon kogja shumë. Të hap dyrë se ç'keme të. Vërtet, kudo që shkon keme pas ma të lehtë. Kështu funksionon. Tani, ka do të pjesë që mos më pengojnë, që është e vërteta pjesën e familjes ose pjesën që e kam shumë për zemër, mundohem mas me prezentu mas shumë në rrjetet sociale, por që pra për faktin që dikush po të mbështet për atë që po e bën, mundohem me tregu sa më shumë realiste, për atë që jam, çka prezantoj, për opinionet që i kam, mundohem me shpreh opinionet ashtu si i do i kisha thonë edhe në privat, pasi që pse jo. Nëse dikush më nje, letë njoj ashtu si jam vërtet. E sinqert, edhe drejt për drejt, si që është edhe Elona. Po du me ditë, përveç familjes, një pjesë tjetër unë zërë them të rëndësishme është edhe shoqëria. Me këtë vëmendjen që veç e përmendë me gjithçka tjetër rrugës, rrugtimin tënd, gjithçka që arrite edhe vetë, edhe në pjesën e bizneseve, po du me ditë, Elona, humbi shoqëri apo fitoj shoqëri, apo i ke ata që ndoshta Elona është rrit me vite? Kam humb shoqëri, kam fitu shoqëri edhe kam në përgjithësi njerëzit që kam në rreth, nuk kam një rreth shumë të madh, kam me thonë njerëz që njoh, por shoqëri të vërtet. Kam mjaftueshëm sa unë me qenë e plotësume, edhe persona që vërtet ja vlen me i pas. Patjetër që kanë shumë mirë. Patjetër që me kohën ka ndodhur që ka pas shoqëri që unë e shoh ndryshe, e shoh që nëse diçka një shoqëri për shembull ose raport apo çka do të qoftë përfundon, ka qenë për një kohë të caktuar, mbasi me të mësuar diçka, jo të gjitha raportet janë për gjithmonë. Prandaj mundohem me shikuar vetëm anën pozitive të kësaj. Patjetër që mundet me ndodhë, nga njëherë mundet me qenë, unë jam shumë person që prekem nuk është fjala e dur, po jam e ndjeshme, jam emocionale, edhe kam shumë nostalgji. Por patjetër mundohem me pa edhe anën pozitive, njerëzit që i kam tani në rreth, jam shumë e lumtur që i kam, janë njerëz që ja vlen, edhe jam e knaqur. Çka bën një shoqëri të mirë sipas Elonës? Çka bën? E përmendë shumë mirë me streshta pjesën
që ndoshta për shkak të emrit të Elonës, disa veç që janë largu, ata që largohen mendoj që nuk kanë qenë pjesë e jotja dyqysh, dhe kanë qenë veç kalimtar të rastit, ata që mbesin, ata janë të vërtetit. Po, jo gjithmonë, bas edhe kanë qenë, por që koha njerëzit kanë obligime të ndryshme, jeta nga njerë të dërgon në drejtime të ndryshme, do me thonë që shoqëria që e kanë pas, apo rrethit që e kanë pas ma herët, Ka qenë mirë pra të caktuar. Po, ka përfundu në mënyrë të keqe. Thjesht jemi rrit në mënyra të ndryshme, profesione të ndryshme dhe thjesht hum komunikimin nga një herë. Kanë qenë xheloze për Elonën? E ke ndjen ndonjëherë xhelozi në shoqëri Elona? Jo, me thonë drejtën, Shumë mirë atë, po. s'do kisha me thonë, jo. Kam pas rreth të mirë, vërtet, gjithmonë, edhe mundohem me pas në rreth njerëz që e kanë paka shumë të karakterin të ngjajshëm me mua, nuk e kam këtë karakter që me qenë xheloze, se kam pas edhe një herë, mendoj që ka për të gjithë. Nëse unë jam e suksesshme apo se cili mundet me ja dal. E mira është me pa që si mundemi me shku përpara së bashku, të ndihmu njëri tjetrin, se me shku përpara vetë mundet me qenë më vështirë. Këtë ma kam su familja, po dhe rrethin që e kam pas në përgjithësi, mundohemi me shku përpara së bashku, nëse ka nevojë për ndihmën time, ata që e din që më kanë në rreth, e din që e kanë Elonën, apo, s'po folë edhe tani në vetën e tretë, apo e kundërta. Gjithmonë kam pas njerë që nëse kam pas nevojë për ndihmën e tyre, kam pas afër. Një pjesë e rëndësishme të pjesa e industrisë së vrasht, cila veç është kjo që po flasim këto momente, realisht tash është bërë pothuajse në secilin profesion janë edhe paragjykimet. Sa është paragjyku Elona ndër vite në këtë rrugtim që nuk është as pak i lehtë. Ne shpesh flasim për të bukurën, njerëzit e kanë një përshtypje që e bukura është veç ajo që shfaqet, nuk e din që e bukura është nga brenda, e bukura është diçka shumë e thellë sa që veç duket, prandaj se ke marrë këtë pjesë. Je prejkë ndonjëherë? Po, mbase, nuk e kam shumë në karakter me shiku çka tjerë po thonë në këtë aspekt, e kam pas gjithmonë, e kam vendosur prioritete gjëra që unë e kam dashur, pasi që e kam ditë që s'jam të kërku diçka abnormal, kam dashur që çka do të bëj me bë për veten, për familjen tem, për rrethin tem. Patjetër që ka pas momente, sidomos kur kam qenë më e re, që kanë qenë pak të vështira, por që e kam ditë që po më pret një e ardhme më e mirë, jo gjithmonë njerëzit ka nevojë ose kanë me e pa me perspektivën që ti e shef, edhe është shumë normal, nga njerë duhet me kuptu, nga njëherë mund me pas njerëz të tillë në familje, gjë që në familje time të ngushtë nuk kam pas, por që në përgjithësi mundet me pas njerëz që nuk e shohin mënyrën se si ti e shef, nëse ti mendon që është e duhura dhe nuk është ka dëmton dikon tjetër, ti është vazhdo se ke ti me dëshirë, ose si të bjen ty më mirë. Elona, jemi pothuajse në fund të krejt kësaj interviste dhe këtij emisioni, po du shumë shkurt për teje me më tregu nëse veç po të kujtohet në këto momente, a ka diçka që njerëzit befasohen ose janë befasu kur kanë dëgju diçka për Elonën, që ndoshta nuk e din edhe shumë njerëz, nuk e din publiku, diçka që pjesë për dëshmërisë, ku dion, diçka që shumë pak njerëz e din për Elonën, ndoshta edhe çuditen kur mund ta dëgjojnë. Se di, çuditen, se di që me thonë, se më përgjithësi mundohem me prezentu gjitha në rrjetet sociale. Je realiste, po, je ajo që veç... Qoftë jetën në fshat, qoftë ka pas raste kur kam bet, si të gjithë të rritë, që kemi bet pa financa, për që pjesa punës, base punë të vështira, deri kur ka ndodhur edhe hapja e qendrës. Pastaj që është e vërteta, s'ka qenë gjithmonë ma leta, se me pas një biznes ka... për ata që e kanë ose për ata që e kuptojnë, ka edhe më shumë punë. Patjetër që ka shumë raste që vështirësi, që shumë njerëz mbase nuk do kishin kuptu, por që kanë pas, ashtu se thash, rreth të mire njerëz të mirë afër vetës. Diçka që nuk e presin, se di, mendoj që jam person kogja i hapur, jam e hapur me kryushë, që jam e hapur, mbasi jo të gjithë e shohin me atë sy, deri momentin që më njohin. Po, sepse në ekran reflekton ndryshe, prandaj edhe kanë gjithmonë atë mendimin ndryshe nga je në të vërtetë. Se di, pjesa tjetër, mendoj në përgjithësi njerëzit e kanë paka shumë idenë se
Kush është jam, Elona? pasi që mundohem mu prezentu ashtu si jam e të vërtet, pëse është njëra ma letë. Mu prezentu ashtu si je, s'ke nevoj me aktru asë një sen ashtu se the. Elona, shumë shkurt planet tutje, çka ke ndërmend. E di që nuk je tip që ndalesh, je tip kërkues, këta veç e diskutum të bukurën punëtore sa dush, tregom. Çka tutja, po do me vazhdu fuqishëm edhe fort edhe me kjo dashni për këto që veç po i bën. Me këtë që po e bëj, me qendrën e re, me biznesin e ri, jemi të punu këgja shumë, kemi punu ashtu se thash për një kohë të gjatë për prapa publikut, tani kemi dalë veç në treg, me atë jemi fokusu më shumë për momentin, edhe po ka këgja shumë punë, pëse është taman për mu një profesioneri, edhe pse kam pas qef gjithmonë, edhe pse më ka lidh me të bukurën, apo me punën si modele më ka lidh gjithmonë, por që jam fokusu më shumë për momentin në këtë drejtim, se në fillim, sidomos kur janë gjërat e reja, dush më përkujdes më shumë. Kjo, do fokusohem më shumë te kjo pjesa, pastaj do gjejmë diçka tjetër. Që ndodh. Elona, kënaqësi e madhe që ju pata sonte. Faleminderit shumë për ftesën e shëndet të prifsim bara. Faleminderit të dashur gjithashtu. Faleminderit të publikut që ka qëndruar bashkë me neve deri në këtë moment. Padyshim përfund është performanca nga Qëndresa, ju mos u ndani për ekranit të TV1. Mirëmbëjtje. Këto naze sa ti du, ti vash je për mu, fjallën vet ma ke dhan, nuk pysas babas na. Për ty zemra më ra, hajde shpirt mos hin gjëna, ne dy jemi një, sa mirë sa bukuri. Hajde ti, është koha për dashuri, zemra ime vetëm ty, të dua si sytë e mi. Kjo dynja hiq pas e ta, kuptim as lezet nuk ka, ajo është një mrekulli, kur ka plot dashuri. Sytë e tu po shkëlqejn, mua po më rëmbejn, ti vajz je për mu, a e din sa fort të du. Për ty zemra më ra, hajde shpirt mos hin gjëna, ne dy jemi një, sa mirë sa bukuri. Hajde ti, është koha për dashuri, zemra ime vetëm ty, të dua si sytë e mi. Kjo dynja hiq pas e ta, kuptim as lezet nuk ka, ajo është një mrekulli, kur ka plot dashuri, ajo është një mrekulli, kur ka plot dashuri. Ky emision mundësohet nga Telkos.